Refik Buzi, autori dyshuar e ngjarjes së rëndë të ndodhur mëngjesin e sotëm në Fier, ka liruar ishte fejuar rënd të cilën dyshohet se e mbante me forcë pas konfliktit armatosur në familjen e saj. Pas disa orësh negociatat me forcat tërspeciale Renea, 35 vjeçari ka pranuar të lirojë gruan, ndërsa efektivët vijojnë përpjekjen për ta bindur që dorëzohet pa incidente të tjera. Policia ka rrethuar zonën ku dyshohet se ndodhet autori, ndërsa negociatorët e Reneas po zhvillojnë komunikime më të sigurta për dorëzimin e tij dhe për të shmangur përshkallëzimin e situatës. Ngjarja e rëndë ndodhi mëngjesin e së premtes rreth orës 6, ku 35 vjeçari dyshohet se ka qelluar me armë gjahu ndaj familjarëve të ish-bashkëshortes së tij. Si pasojë të shtënave humbi jetën Arben Plaka, 55 vjeç, ndërsa ish-bashkëshortja mbeti e plagosur dhe u dërguar për trajtim në spital. Pas krimit, Buzi u largua nga vendi i ngjarjes me automjet duke marrë me vete dhe ish-bashkëshorten 24 vjeçare dhe armën e gjahut që dyshohet se është përdorur në ngjarje. Pas disa orësh ajo është lënë lirë, ndërsa policia vijon operacionin për kapjen e autorit të dyshuar. Familjarët e viktimave kanë deklaruar se mes çiftit kishte pasur konflikte të vazhdueshme dhe se situata ishte shoqëruar më herët me episode kërcënimesh. Sipas tyre kishte pasur dhe ndërhyrje të mëparshme nga autoritetet për shkak të përplasjeve mes palëve. Policia ka ngritur pika kontrolli dhe po vijon kërkimet për lokalizimin dhe arrestimin e Ertil Buzit.